Migrena është një nga gjendjet më të zakonshme të dhimbjes së kokës, e cila mund të ndikojë në cilësinë e jetës për shumë njerëz. Doktor Mahmud Lila, neuropsikiatër, tregoi se çfarë dallon migrenën nga një dhimbje e zakonshme e kokës. Migrena është një sëmundje, si me thonë, e cila manifestohet në përgjithësi të popullata, dhimbje e kokës, i thojmë ne. Mirë po, dhimbje e kokës që dallon prej dhimbjeve tjera të kokës. Kjo përndryshi paraqitet zakonisht në pjesën temporale, që i thojmë, ose gjymsa e kokës, ose në ena ose tjetra, përndryshi quhet edhe hemikrania. Migrena manifestohet tek personat që janë të lodhur, të cilët kanë mungesë gjumi ose që teprojnë me gjumë, potencoi doktori Lila. Manifestohet te shumë raste të cilët zakonisht janë ose të lodhur, ose pa gjumë, ose e teprojnë me gjumë, ose janë të unshëm, ose janë nervoz, sidomos ata që kanë elemente të depresionit. Kjo paraqitet zakonisht më tepër te femnat. Edhe arsyetohet se janë pasojë e ciklit menstrual, të cilët e mundojnë edhe e manifeston dhimbjen e kokës. Mirë po na kur thojmë dhimbja e kokës, ajo është në përgjithësi dhimbja e kokës, se ka lloj dhimbje, ka edhe dhimbje që është si pasojë e tensionit, tensionale që thojmë na. Përveç shkaqeve të paraqitjes së migrenës, doktori Lila përmendi edhe moshat në të cilat kjo sëmundje shfaqet më shumë. Zakonisht kjo paraqitet prej moshës, pra 13-14 vjeçare, deri ka 50-55, edhe pse mundet me vazhdu edhe ma tutje, por ma rrallë është. Ndërkohë që migrena mbetet një sfidë e vazhdueshme për shumë individ, menaxhimi i saj mund të ndihmojë në lehtësimin e simptomave dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, tha doktori Mahmud Lila ndër të tjera. Te femnat, ka edhe te fëmijët.